të kërcënuar por pjesëmarrës. Pse bojkoti zgjedhjeve është një ide e keqe, thot ai. Po. Dhe çfarë ka bërë? Ai ka studiuar 171 vende të botës, pothuajse të gjitha vendet pa zhvilluar ose me demokraci problematike ku opozitat kanë bojkotuar zgjedhjet. 94% e tyre kanë dështuar, thot, sepse kanë rikonfirmuar mazhorancat më të forta. Vetëm 4% kanë qenë po e quaj përfituese. Kemi rastin e Maqedonisë që është më afër në vitin 1995, mos gaboj, kur opozita atëhershme bojkotoi zgjedhjet, nuk ndodhi asgjë, mazoranca shkojnë zgjedhje, fitoi një numër që i nevojitej dhe vazhdojmë parë. Nëse ju nuk do shkonin zgjedhje, nëse Rama me disa parti të tjera do shkojnë zgjedhje, nuk dua të them LSI apo PDU, se shpresoj që do i qëndrojnë vendimeve të tyre. A rrezikon që Rama të superfuqizohet dhe opozita të shkrihet fare? Ju s'do keni më drejtën e selis, ju nuk keni drejtën e financimit, ju nuk do keni më njerëz të punësuar në pushtetin lokale tjerë se besoj dhe këto do të riqet. Çfarë rrezikon? Pra rrezikon të shpërbëhet një opozitë që është krijuar 26 vjet më parë dhe a rrezikon të krijohet një super kryeministër i fuqishëm për arsye të votave që do marr? Nuk do të ketë bojkot. Kështu që e gjitha do hynin zgjedhje. Nuk do të ketë bojkot. Ta kam thënë me 10 herë, po ta them prapë. Partia Demokratike nuk bojkoton zgjedhjet, por Partia Demokratike, dhe jo vetëm Partia Demokratike, opozita, dhe jo vetëm opozita, po gjithë kjo lëvizje e madhe popullore që ka nisur para 48 ditësh dhe vazhdon 24 orë në ditë, dhe që shtrihet në çdo shtëpi shqiptarësh, nuk do të lejoj zgjedhje farsë të diktuara nga krimi. Pra mos kish asnjë merak se do kesh një kryeministër super të blinduar nga krimi dhe droga, se nuk do ta lejojmë. Kjo betejë do të fitohet, jo për Partinë Demokratike, por për vendin. Ai thotë do jem atje në ditën e zgjedhjeve.